Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu shoqëroi në disa takime në fshatrat e Njësisë Administrative Qendër kandidaten e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini. Dalesa e parë ka qenë fshati Babice Vogël për të dëgjuar shqetësimet dhe nevojat e banorëve të kësaj zone. Kandidatja Mersini u ka shprehur mbështetje banorëve të Babicës për problematikat që ata kanë shpalosur. Gjithashtu, nga ana tjetër edhe Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu, duke prezantuar kandidaten Mersini, ka theksuar se ajo është një përfaqësuese dinjitoze e socialistëve për deputete në këtë garë të 11 majit. Bashkëbisedimi ka qenë i hapur dhe i sinqert për sfidat dhe mundësitë që janë përpara, ndërsa Vëngu dhe kandidatja Brunilda Mersini kanë theksuar se me besimin se pas 11 majit do të jemi edhe më pranë njerëzve me zgjidhje konkrete për një të ardhme më të mirë. Mersini dhe Vëngu kanë theksuar se qeveria shqiptare ka bërë shumë për Vlorën dhe për Njësinë Administrative Qendër dhe këto projekte do të vijojnë edhe në të ardhmen. Po ashtu Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu dhe kandidatja e Partisë Socialiste për deputete Brunilda Mersini u ndalën në një takim edhe në Kanin. Në takimin me strukturave të Partisë Socialiste dhe banorëve të angazhuar për të nisur me vendosmëri fushatën elektorale. Mersini ka theksuar se ekipi socialistëve është i përkushtuar, ndërsa tashmë po ndez motorët e një rruge që nuk është thjesht një garë elektorale, por një angazhim i fortë për zhvillimin dhe mirëqënien e çdo qytetari. Me besim dhe energji, gati për ta çuar përpara punën e mirë që ka transformuar komunitetin ton, ka theksuar kandidatja Mersini, e cila ka marrë mbështetjen e banorëve të Kaninës në këtë garë që tashmë ka nisur.